Andaj e shohim një rast kur Mansur bin Amari e shen një djalosh i cili e falte namazin me frikë, i thot, pra e sheh që namazin pe fal, po pe fal me frikë. Me çfarë frikë? Jo me frikë që po e han ujku, as luoni, as xharni, as po i bjen xhamia, po me frikë para Allahut, apo i pranohet namazi, as po i pranohet. A kemi na këtë frikë, vëllezër të nderuar? Ç'kjo është sa ndikon Kuranit e na? A kemi na këtë frikë të hym namaz? A thu vall, apo na pranon Allahu namazin, apo nuk po na pranon Allahu namazin? Apo na pranon Allahu atë ibadet tjetër, atë sadaka, atë zeqat, atë haxh, atë agjerim, atë ku ta diu një punë të hajrit tjetër, apo nuk po na pranon? A kemi këtë frikë? Dhe Mansur bin Amari po e sheh këtë djalosh duke e fal namazin me frikë dhe po i thot, o djalosh, a ke lexuar ajetin e Zotit të madhëruar, të lartë madhëruar, ku thot, o ju të cilit keni besu, ja ju alladhina amanu ku anfusakum wa ahlikum nara wa quduha an-nas wal hijara, o ju që keni besu, rune veten tuaj dhe familjen tuaj prej zjarmit të xhehenemit, lënë djegse të cilit janë njerëzit dhe gurët, mbi ta janë melekët e fortë dhe të ashpër, të cilët nuk e kundërshtojnë Allahun për çka do që i urdhëron dhe veprojnë çka do që urdhërohen. Kur djaloshi e ndëgjoj këtë ajet të Kur'anit, këtë fjalë të Allahut xhaleshanehu, i humbi vedia. I humbi vedia. Shej këtë botë, ra pa vedije, pse?